Komisioni Shtetëror Zgjedhor në mbledhjen e 139 ka përcaktuar pamjen dhe përmbajtjen e fletvotimit për zgjedhjet lokale. Kryetari i KSZ-së Boris Kondarko sqaroi se fletvotimi për zgjedhjen e kryetarit të komunës përmban emrin e fletvotimit, numrin e fletvotimit, vendin dhe komunën, emrin dhe simbolin të propozuesve të listave, numrin e rendor, emrin dhe mbiemrin e kandidatëve sipas të dhënave nga regjistri civil. Fletvotimi për anëtar të këshillave përmban emrin e fletvotimit, numrin e vendvotimit dhe emrin e komunës, numrin rendor dhe simbolin nëse ka të propozuesve të listës, emrin dhe mbiemrin e barsit të listës sipas të dhënave nga regjistri civil. Edhe këtu, pjesa që mbetet përmban numrin serik të fletvotimit, komunën dhe numrin e vendvotimit. Ndërkaq, anëtarët e KSZ-s sot miratuan edhe udhëzuesin për plotësimin e procesverbaleve për formularin numër 16. Kondarko sqaroi se bëhet fjalë për procesverbalet e këshillave zgjedhor dhe se udhëzuesi shërben për sqarim, precizim dhe lehtësim të punës së këtyre këshillave gjatë përcaktimit të rezultateve të votimit në vendvotime.